Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje të gjithëve për krejt ata që më na dëgjojnë edhe për na shikojnë përmes ekranit. Uroj që keni pas ditën e mirë, një film vogël na ka ardhur në studio. Uroj që keni pas ditën e mirë, uroj që edhe gjatë ditëve të kaluara keni kaluar mirë edhe me Abin, se këtë javë keni pas kështu një koktel të vërtet. Por ja që po i rikthemi normalitetit, edhe pse ju thash që vera nuk është e zakonshme për mediumet, sidomos se gjithmonë dikush largohet për pushime, kështu që uroj që edhe shpresoj që na mirëkuptoni edhe na prisni me padurim që ju bëni edhe çdo ditë tjetër. E sot në studio kam një të ftuar shumë special, që na është rikthy pas disa kohësh në Shumë special. Një javë. Shumë special, shumë. Po special të jecim. As një javë. Met më pak se një javë. Nëse me vikende një javë. Po, nëse ta varet që i lidh mirë sana. Dikuj do të vikendi ke mungu, ku vetën ti? Po shpresojmë që po ju kemi mungu, po faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij emisioni, edhe kur si jemi unë e Fiona, edhe kur kolegët tona na vendsojmë, falenderojmë shumë Abin, Por ndryshe, juve që në këto momente jeni në vetura dhe po shihni komunikacion ose kolona, se ndëgjova që gjatë të javës ka qenë qetë, sa e përket komunikacionit, po nëse është e kundërta, po si dal për me botolovin, mundin me na tregu duke na dërguar foto në 049 në Viber. Nga ky moment presim gjitha informatat sa i përket komunikacionit. E gjithashtu edhe sot e kemi një temë për cilën kemi diskutuar, ju presim me telefonatat e juaja në 049 Ka i përgjithshëm para se me tregu temën. Na e bëjmë mas miri e bojna pushimin. Më thonë, nuk ka popull që e bën ma mirë se na pushimin, atë kënaqemi. E shijojnë në maksimum. Sa kafja turke, sa gjezvja, sa çaj, sa plini, sa buka me veti, sa domatja, pimarën ka pak do domate, do sene popo qyshjo. Për spesa e bota fjalën. Aty më ka dal pak. Po thuse shtrajt, ha? Jo më luks është ai, mos bëni ai gore. Me blimo tash që shija, kësi në për plazh vin ata. Jo. Larg asoj. Ma shtrajt se diçka. Nëse, mos harroni me na dërgu foto, me na tregu për pjesë të ngarkuara, po ju presim nga ky moment, po mos harroni dhe me na telefonu, me na tregu se ne bëjmë më së miri. Çka bëjmë më së miri? Ne, por ne edhe muzikën e bojna më së miri. Jo more, një këngë tjetër ku mdosh me citu ne. Limani edhe Tajna, kitara, kënga e fundit, bashkëpunimi i fundit i kësaj dysheje. Koqa ka muzika spanjolle, po dojnë me na shkuptar. Si vjet ishin koncentru. Ta dini që flamenco ka më pun in. Që, po e ngojna matren. Për ato pjesë të ngarkuara se cilat janë në këto momente nga informatat që i kina pranun, po na tregojnë se ka kolona, përshë që u kthy kolona me neve dyve Fion. Bashkë me ty e me mu. Po, bashkë është kthy kolona, po na tregojnë për pjesën nga fshati Shkabaj deri tek rrethi Duplex, pjesë shumë e ngarkuar me kolon. E ngarkuar me kolon është dhe pjesa poshtë Vetrëniku deri tek rrethi Duplex, rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek Udhkryqi i Menzës, pjesë e ngarkuar në këto momente. Pastaj e ngarkuar është dhe dalja e autostradës në fushë Kosovë, pra me vazhdu tutje është pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë informatat e para që kanë arritur sa e përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa ju që keni nevojë për derivate çapo të bëj këtë deti për ta vreshkë zonin. Në Çaklavis në dy anë rrugës e keni benzinë dhe dizellin për vetëm €1.12 për litër, ndërsa në Ajvali e keni benzinën €1.13 dhe dizellin €1.12. Loja shpërblyese për ata që furnizohen më shumë se €10, mundën me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Për me pas se çka ka shpërblime në Facebook tek Petrol Company shkoni, aty mundeni me mësua edhe shpërblimet se cilat janë, gjithashtu edhe me u bë pjesë e komunitetit në Viber. Këto janë pra kjo është pra mundësia për me fitu këtë verë diçka të e mush veturën, ashtu kështu kina me mush Fion. Skiqare. Po dhe ble, tap ku folin që aty në tasti djetë la. Shkon Paris veti dyti, shkon Shqipni veti dyti, derivate falas, çka dush. Fitona i kërë na i diçka. E pa ta plan me fol ma ndryshe, thash mas ty që e gundi ti, thash, që që gundi ti. Alo, përshëndetje, telefonata e Koka shkëput, po për ndryshe në ashta
presin kujtojnë, jo pushimin e kena, pedini kur e kena pushimin a. Ju kallzojna para. Emisionin kur e qesëm pushim është tjetër çka. Na jena këto, po kanë herë që ashtu mundet verës, domethënë që ka thonë edhe Fiona, mundet verës kanë herë domethënë me na ikë edhe neve, edhe na me shkuvra pak milokon. Ej, ulçini cem 30 gradë, dursi 32. Vesh tash kallzoj. Po, Ju kallzoj. Prishtina 20, jo, pret ta gjej Prishtina, s'po më dal hiç. Prishtina 27 Nga hek këtu prej kërkimeve se tu kërku për vende tjera. Jo, bërse kom 25 ku ka Prishtina, 25 tamam. Ndjenja vërtet apo real feel është 27, kështu që nuk është edhe aq nxehtë, super është koha. Kështu pas ka me qenë deri të hanën tjetër, 27. 25-27, a? Yes. Temperatura maksimale është fjala. Fenomenale, domethënë. Se tani javën tjetër. Fillojnë apet, a? Ku po shkojshin? Po shkojshin deri në 33. Tash qysh tek ndjenja e vërtet ta shohim. Çe merr telefonatën? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëveti. O, përshëndetje, mirëveti. Si të kemi sot? Mirë, faleminderit ju sjeni. Mirë, faleminderit. Po na duket se e hanë më udhëcimit, se një ditë më u shkëput prej emisionit, domethënë këtë një farë të llovie, kështu emocionale. Të llovitet. Trego mirëvetet tim. Çka mendon që na, ti më është fjala për shqiptar? A për na personalisht? Po për neve, personalisht, na çka bujna më së miri? Çka bën mirëveti më së miri ti? Na, po ashtu. Po mirëveti shembull po folim për gjithësi, duhet me kriju gjëra të reja, me punu fort për çdo që kemi bën, me dhënë këshilla ose kritik. Po ku je më i mirë në krejt këto? Në cilën pikë je më i mirë? Ti çka bën më së miri? Ai për shembull, më së miri baj që munona gjithkanin me këshillu për mirë ose me ndihmu për mirë. Okej, në këshilla domethënë, në këshilla dhe në ndihmë e bën më së miri ti. Më së miri ti po. E ty atë këshilla dikush më së miri ti bre. Edhe shumica më thonë se i gjoj me të vërtet ato fjalë të duhura që Okej, kjo domethënë është pika jote më e fortë, që në momentin e duhur din me i thon fjalë të duhura. Po. Se ka do njerë që në tentim e sipër me ndihmu e shkretojnë krejt. Jo, bile ndresin. Po i gjon këto fjalë. Qysh po deka shvir. Okej, faleminderit shumë, përshëndes. O mirë vet. Hajde se edhe. Po pse special në Facebook për këshilla? Këshillmore. Në Instagram, po. Me dhon këshilla. Mirë shkon. Bile me raj pare, se na shqiptarët japim këshilla kështu kur ta tekët. Po vene pa ven, kujna duhet e kujna s'duhet. Nuk e kështa ba me pare, për me të vërtet arse me Fiona, ajde se ndjenjë. Ti me të vërtet anë këne. Kape, qile një Facebook, aty edhe shkruje këshillat e mia. Edhe fondet e grumbulluara do të dedikohen për neve. Bla bla bla. Arsimin e Fionën. Fonde, se e kena dhoni ide, do të na diçka këtu. E keni pas idenë ju. Po solidarizohemi edhe na me këtë popullin. Edhe na tani mojna me na i këshilla aty këtu. Urdhani, veç kurdani. Ç'është? Bile vetë projna po. Vikend mirë do të mirë. Faleminderit gjithashtu, faleminderit shumë. Ani nice. Eci ma se përmenda Parisin, edhe tash hala që është ta e ndriti atë shprehje në anglisht, jet lag, a qka është ajo? Se di vla, pi kanë këta do që si thoni, po mi gjojnë, Timi me Toyota po stilët, kështu që nuk përkoh, për ajo është, ka aeroplanin e vetë privat, me thonë shko këdër. Vish kraqës s'ko, se krejti ko. Për 6 kanë herë, po. Shkoni në Toyota në Auto Trade, se me të vërtet keni, nejse tash mos të egzagerojnë aeroplan, po domethënë veturat më të mira që ekzistojnë nga Toyota. Auto Trade ka sill gjitha modelet edhe të vitit 2025, secilin e keni me 10 vjet garancion. Nisësh ku të dush, për sa të dush, edhe pa pikën e problemit ose shqetësimit se a mund të ndodhë diçka ose jo. Plus ke asistencë rrugore 3 vjet nga momenti që e blen veturën, e shumë benefite tjera veç në Auto Trade. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Teuta, si kalon? Me juve gjithmonë mirën. Qysh e ke pas ditën oj Teut? Për marak super. Çka pat na sen interesanta? Po qysh jo. Me Robin interesant të gjithë, me ty është interesant gjithë. Me Fionën është interesant gjithë. Po çfarë miri me Fionën mos baj gara Laile. Ja, pa juve s'm shko dita. Seriozisht? Pasha jetën jo. Okej. Jeta bahullin. Po, jeta bahullin. Kur gjoj, ka kështu për shpirt e ka sina. Ne bëjmë jetën. Ne bëjmë më smiri. Çka bëjmë më smiri ne? Na pushimet e bëjnë, apo unë po flas për veti, kur i kum pas fëmijën e vegjël. Po. Kur kena shku në deti, në pushime, po. E kena marrën thjesht gjyqën e harçit me veti. A pishe, dita une.
E çka bojna mas mirin pushim, domethënë përgatisim edhe ushqimin për vetin deti apo? Po. Dalëm plazh, rishën sa rishën, kthejshëm banesë, hangshëm drek, dalshëm apret plazh. E tash, mbasi më kanë rrit fëmija, e jënë martu, tash vllaset tulli për veti, po shkone për hotele, po knaqet, tash ku si kom pas me ato në qatere. Kena ndrejt senes tash. Apo bën ti tash kësi pushime ajo? Po vallahi si atë shkoq që unë het tash. Bravo, po më vjen shumë mirë, mos gabojmë ja shkoq. Ja, het, çdo verë. Cili është veni që ki qef me kalu mas shumë ti pushime, po më intereson me ditë? Në Zul edhe në Tiranë. Në po duhet thonë Shqipni atë në mos mi përmeni hotelet. Mu po më intereson po qyteti, shteti ku nihesh mas mirë ti me bo pushime. Po du me ditë. Mas mirë ti nina në shtetin shqiptar. Do më thonë Shqipëri. Ku do në Shqipëri e okej. Ku do veç mas mirë ti nina në shtetin shqiptar, edhe pse nuk qenë akon para luftës ka pas, këna mujtë me kalu në Shqipni, këna kalu mirë atje veç në shtetin shqiptar nina mas mirë ti. Okej. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndes shumë. E vërtet. Faleminderit tëm. Fola Fiona si bën shumë. Faleminderit shumë edhe Fiona po të bën të falja, po të bën të falja edhe pije energjike Go Plus, për ndryshe një vetur është dërru. Avatari, ka fitu njani. Dhe ju nëse dëni me fitu, atër duni me pi Go Plus, me dërgu kodet që i keni në kapak tek lojagoplus.com. Sa ma shumë kodet që dërgoni, aq ma shumë shanse keni për me ubo me këtë super veturë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Faiki si gjithmonë. Ajde si gjithmonë, si jeni, a kimbi emrin që shto Faika qysh? Qashtu, gjithmonë. Bërba qka? Bërba si gjithmonë. Jamin gjithmonë, qashtu. Faiku si gjithmonë e ka mbi emrin tim. Se ke menushe e ka ndryshe. Faik, qysh je? Trego mas pari. Mirë, shumë, sot e kemi bo, sot e premte, punoj në vesh dhe një, edhe e kem 32 gradë në zetë. Shumë mirë. Në Gjermani do me thonë. Po, në Gjermani 32 gradë. Po, që vjetë të na, jo me tjetër. Pushtët, nese, të adhin Gjermani. Me kone dhe rogat dhe pensionet e Gjermanisë, Austrisë në na vina dhe neve. Fajq. Ja, që 25 vjetin ato i prit. Asim për roga dhe për penzion mas na vetë. Jo, s'pëna interesu se i dina, s'këna shka me vetë. I dina. Liri është pyte se kur gjëmë shef nuk moj, të regoj krejt. Ja, mos na trego. Sa i ke rogën? Jep. Jo, s'pëdojna me ditë se e premte. Ta i kështë e premte, jena të planifiku pushime, të këshyrë centëm cent, ku shtek, letash. Arsim, type, 300 type, unë jam që 20 vite një firmë, më lërë firmen, që 20 vite për një firmë, i marë neto, do më honë që t'jesin gjithë 2750 euro. Mirë, regull është, do më thonë një e knasht, a ditë shka është me rëndësi. Dikush mundet mi pasë edhe 10.000 edhe 15.000, dikush mundet mi pasë edhe 200.000, se ka do më thonë, se janin lezetin parës. Dikush mundet me marë edhe 300, 400, 500 euro edhe me u knasht shumë a shumë sa i tjetëri. Këto me bindje. Po, do më thonë, e vërtet arsim s'ka fjallë. Shumë sene. Dhe në vare qyshe kia... E planifikon mirë bre, e shetë. Qyshe menagjon. E menagjon. O, dikush din me menagju heq për knaqet. Me që ato që i ka. Po veç ka shumë njerëzi ka, po knaqet, po këdje funi mujt, vjen tani të thët, a kilja 200 euro për një mujt. Okej, do më thonë, na qëto e bojna mas mirë ti, knaqe me pak. Apelojnë a qëto, se e mirë, po pëlqen. Ta gjetëm përgjigjen, kot ke thirë. A kiti na i mendim ndryshe, qka bën Faiku mas mirë ti? Faike mas mirë ti, type, arsem nuk po di, mas mirë ti qka me bo, jam një njeri human, po t'kam të drejt. Okej, jep, do me thonë? Jam një njeri human, kom dëshirën e me gjithë qef, ku të bëj një njeri ti, ku të ndimoj një njeri ti pa i ndimoj pa pagis. Do më honën, shumë njerëz i ka këtu, apo më dimba Faik, dhe gjona që si nuk i din, shkojni më në ajra, po nuk... Jem ndimon, se human më jam me të shmis, apo nuk e kemi mundësin me... Qëre, ka pas raste Gjermant, unë kam edhe kontakt shumë me Gjerman, edhe që punoj të Gjerman, të një thët, ma bejke një Gjerman pensioner, dhe i ke Faik, dhe i ke djalin kur të thirë, dhe i ke për më mprejt drupe, me pregatit për timen, dhe ke të t'ja pagu, dhe ke pa pore nuk më vjen. E u që ditë, kur i thejshën në që i ndimona një unitetit pa pore, dhe më honën, i duke shumë interesant.
Okej, do të thonë djali me shku me ndihmu babës për me prej drut, e ka lyp hisën e vet. Ja lyp ke 15-20 euro orën, ja lyp kosta 25 euro orën, çka ke prej, ke ato prej, ke hazdat. Edhe jap ke sukur një që se kanë ju. Okej, po interesant. Tash po di çka më rëndon e mirë, çka jo prej kësaj, po mos të hina filli tash me analizu. Pa ju përshëndesim me vikend të këndshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu, as mi jemi kollushëm. Faleminderit shumë. Ti varësime përshëndes. Pa e kun nuk flas më me ty. Po që s'fol më ka dalës edhe ti ki do të çështë nejse. Jo bashkë ashtu çore. Amiri i ka do super përgjigje, po pse nuk thirr nuk e di. Domethënë edhe u mbin sy, mundona mesazhet, ju që po shuni po mesazhet e lexojnë në pjesën e dytë krejt. Çka po thotë Amiri? Po jas pe them pe pres pjesën e dytë, po shpresoj me na thirr se gjithmonë jep domethënë do super përgjigje për temën. Edhe kisha pas shef me na thirr kanë herë, pse jo, edhe me bisedu. Përndryshe për juve që doni me udhëtu në drejtim të Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut dhe anës sjelltas me çmimet më ekonomike, mos harroni pristinaticket.net. Është vendi ku mundni me rezervu biletat e juaja, edhe në drejtim të Parisit dhe anës sjelltas se keni destinacionin që ka bo pristinaticket.net. Telefonata, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ndriçimi prej Fushë Kosovës. Ku je ndriçim? O, valloj në aeroport që erdha po pas ka kolon, pas ka ndodhur një aksident hyrje të aeroportit. Çka je të thon? Kolon do më thon ka në hyrje të aeroportit. Në hyrje të aeroportit, bashkë në aeroport, një aksident, një vet aksident realisht. Okej, aty te hekurudha që e kalon hekurudhën a? Jo, në hyrje të aeroportit, se rompa e daljes, po na Ç'atje ka bo aksident? Vet aksident edhe jo çka do. Shumë. Çka ka ndodhur? Çka u kon të bëu aty vëlla? Në çfarë shpejtësie domethënë? Ato shpejtësia është 30 në 40. 30 në orë plus ka, po e ki edhe ato pengesat në rrugë edhe nuk mundesh edhe me dash me vozit, a den. Nëse. Po shpresojna që personi që është aksidentu është mirë me shëndet, këto tjerat materiale s'po di çka më thon. Ata bëjnë një pyetje. Normalisht. Hajde tregon ndriçim, ne bëjmë më së miri. Çka bëjmë më së miri ndriçim? O vallai, po di dhe çfarë sa më thonë. Nisu prej vetës, çka bën mas miri ti? Mundona me dhon maksimumin për shembull në punë dhe mas miri, për shembull punën e bojna mas miri. Kujdesin ndaj familjes. Kjo e dyta alo më e mirë. Kujdesin ndaj familjes e bëjmë më së miri. Po më pëlqen shumë. Se do të më konë primare tonë na jona. Ndriçim. Po no. Faleminderit shumë që na ke thirr, e pas një pasditë të mrekullueshme, faleminderit për informatën që e ke dhënë. Edhe do të përshëndesim shumë, përndryshe është edhe dalja e autostradës për në Fushë Kosovë me kolon gjatë në këto momente, pastaj pjesa poshtë Veternikut me kolon deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar rruga Agim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës nga komuna. Ju që po shkoni në aeroportin e Prishtinës, në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, edhe atje domethënë ka ndodhur një aksident para se me arrit aty te hyrja. Sido që tjetë mundoni mi u përshtat kushteve të rrugës, edhe mundoni mi u përshtat edhe temperaturave, se ka njerë dhe ato në ndikojnë. Kështu që po, ma qetë edhe nuk bënohet, gjithë bënohet, mu gjithë mënu mi ka aeroplani. Realisht, adin, gjithë bënohet, si i ka aeroplani, po që ashtu, a i si, ka e ka kohën. Bili shpesh për nisën me vonesë edhe aeroplanën, ata për vonohen, edhe ti për vonohesh, s'dite me thënë, nejse. A për mene Prishtina ti këta jo? Po që është se për mene o e fion. Se patë, do më thënë aeroporti tash verës është kështu. Po e presim tjetër në telefonat 049-978-978. E për ju që doni me i këtyne të lovive në komunikacion, edhe për pse jo me shku në aeroport sa ma shpejt që është e mundur me marrë dikën ose çka do qoftë, Ventura Motors po vazhdon me super ofertën. Po shoh shumë 33 që më marrin sim motorët Vespat e reja deri në 125 kubik, edhe keni mundësi me i marrë derivatet falas për krejt vitin. Kjo është oferta më e re nga Ventura Motors për krejt ju që doni me e pështu veten nga komunikacioni. Shkoni tek Automita që kanë sjell Ventura Motors, zgjedhni modelin e preferuar, edhe me çato pare që e blin Vespën, i kjetë derivatet falas brenda një viti. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Kush telefonon? Seidi nga Amerika. Si e Seidi, good morning. Mirë, good morning. Good morning Amerika. Ajni mirë? Thank you for mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Tregom çka qenë kjo javë për juve. Edhe nga cili vend po na thirr, se Amerika e madhe. Po, po momentin jam pushem New Jersey. Okej. Këtu jetoj, këtu punoj. Po ndryshe ku mri pensionin. Na thirr Amerika e madhe. Po momentin jam
pushem, New Jersey. Okej. Këtu jetoj, këtu punoj. Për ndryshe ku mri pensionin, atë tema shumë është interesant. Unë jam paraqit edhe përpara, po tema shumë interesant. Për shokëve të mi, çka po të pëlqen për temën? Po? Për shokëve të mi janë themeluesi shkollës notit pishinën. A bën tash punën e njëjtë edhe në Amerikë? E bën në Amerikë, po pak këtu është pak më ndryshe këtu. Atje është shkolla notit, këtu pak më ndryshe. Dallon prej neve. Okej, po a ke mujt me praktiku punën si praktikues ose trajner i notit? Shumë dallon fëmijët Kosovës dallojnë shumë me këta të Amerikës. Pse po thu? Po ndrysh është pak ata bojnë nuk kanë sukurt e na që janë dëgjueshëm, veprojnë, dëgjojnë pedagogën, edukatorin e notit, të dysha e kanë cilësitë e veta, nuk dëgjojnë. Veç ka dojnë vetë. Po nuk po ikte Amerikan, po ikte. Për ndryshe i përshëndes kolegë që janë themelues shkollës notit, profesori më i pari që ka themeluar shkollën notit është Enver Hayreddini, tani e ka marrë profesori Xhemal Kika. Na komponu me ta hiç më pak se 22 vite. Për të gjithë e kena mri pensionin, e tash nuk e di kush ka mbetë shkollën e notit, unë jam që 4 vite në Amerikë, e gëzoj pensionin, jam profesor i sportit. Kë ke riti brendaj atje? Ma pas ka kohë ofertën. Brand new tash në Amerikë. Se atje nuk e di për këta këtu. Jena mësu me këta knena. Jo, unë po foli për atje. Dëmon, e kam një përshtypje hatash me një shumë një sukses të mirë shkollën e notit. Shumë mirë. Bile zakonisht kur më takuajnë, kretë më thojnë edukator, faleminderit shumë. Tu falenderu ty e në bojna notë në mënyrë shkollore. Shumë mirë kjo. Është një prej sporteve që më pëlqen mas shumti. Nuk po e cilësoj veten si në tu se shumë e mirë, dime në tu, po janë dy sportet më të mira që janë shumë të suksesshme për ka shëndeti, janë të mira. Po, dëmë, a pëmdhimet rastin në kërkoj fali që përmeni qësoj familje se shpejnë gushime në legjit që ka huk jetën mija me nënt, shumë më ka dhim shpirtnisht më ka dhim. Kjo është nështë edhe një thirrje për që me pas Kosova pak ma shumë shkollat notit edhe fëmijët mi aftësu që në vëzhli. Sot hala kemi mushatar edhe të më thonë hala nuk dime në tu për shkak të frikës tujit edhe mandej ndodhin këto. E dim edhe në Shqipni çdo vit çka ndodh. Po, gjithkohë, jo veç në çdo vend botës po bregdet, po. Nas kemi bregdet edhe çati është pak problemi. Si ekspert i kësaj lamijës, noti dhe skijimi nuk kanë grup mosh, as vallëzimi nuk ka grup mosh. Kur dush mundesh me mësu notë. Valla se i di kur pisho do 2-3 vjeçar tu skiju pa më bot lojnë. Unë aty tu. Po, çfarë? Do nuk kanë grup mosh, kur dush. Po kalojnë atë. Marrja zotit do vëllësh. Okej, se do. Faleminderit, përshëndesim. Jeni shumë të mirë, ju përgëzoj për emisionin. Ose ka dalë, so më nësh me najtë në rujë? Unë shumë jam në tu si mirë, deri në 3 minuta. Kam licencën. I pas ke mushkri do më thonë top. 30 metra kam licencën që. Po. 30 metra veç në. Faleminderit shumë që na telefonove. Faleminderit. Presim pra. Përndryshe jam edhe profesor i parë i gjeneratës Fakultetit Kulturës Fizike në Prishtinë për ngushëllime profesorës se Fergesa ka vdek profesori në Shet Koshe. Kushtime për familje. Faleminderit shumë që na telefonove. Na e cite ka rikën që dash. Po, faleminderit shumë, përshëndes shumë, kalon mirë. Po kalzona ato kalzona diçka të mirë. Mos baj gore për na thirr për Amerikës. Po tash ky si faleminderit shumë, po vedi me kuptoj. Ta kuptoj. Faleminderit shumë. Faleminderit që na thirrëm. Tung. Përndryshe se e pash një mesazh për mos me thonë pe injorojnë. Adin këtu kërku ndihma të ndryshme. Emisioni jonë nuk deri sot do më thonë është mundu me u distancu publikisht. Edhe na mundu për raste tilla njerëz bamirës që kanë dash vetë me bosë na kanë shkruar që nëse ka diçka na i kena qit kontakt drejt për drejt. Po si emision nuk kena marrë raste tilla edhe vazhdojna për me majt këtë drejtim qysh e kemi. Kështu që mos na kesh kuptoni, na i shohim, i lexojna mesazhet, por i tillë është formati i emisionit, ka emisione tilla, formate tilla, edhe shumë mirë që ka që bojnë domethënë gjëra tilla, edhe që mundim ju drejtu emisioneve të tjera. Alo, përshëndetje. Pas ka shku. Okej, çert tjetra para se me shku dej në Albimall.
me këshyra atje që ka 3, po përndryshe nëse edhe bashkë doni me mësu notin, është edhe një vend ku mundeni me shku me u knaq, pa pas frikën e kurxhafit. Keni në Swiss Diamond Hotel Prishtina, keni spanë e mrekullueshme, e keni atë pishinën e mbyllën, që nuk ju shë rrezikosh, edhe jepni me durë me kom deri sa mësoni. Po, që aty e keni. Kështu që shkoni, mundeni edhe këto, edhe këtë punë me bo, përveç se mundeni mu knaq në spanë e mrekullueshme. Alo, përshëndetje, telefonata, jo po Viber. O, përshëndetje, për nëtë se ja kuna dorën për vesë. E sole që ka lej. Po nalje bre tash me këta nëtë naljo qaf. Apo mënën që dina na... Po na e bojna mas mirë. Vallaj di, vallaj fort në taj. Dina notojna, interesant. Kena diti na notojna mirë. Nëmërë 2, këni u krejt ka... Na 2 jemi, ja ku jemi. Dikush ka me notu, dikush mua livanos prej... Jo bre dhe se vish ka që është me botë madhe që shtu kë. A den kishe qip keni mungu gata ne keni. Po tash ke mungu gjithë javën, unë e veç 2 ditë. Nuk u mungu une. Si hyrje, mire ka arshimi, si hyrje e ka. Po tek që se po të vrejon e ty. Oja është të son. Apo më tregon diçka, më drejt më tregu. Po çka gjithë vish drejt folio, ne bëjmë më së miri. Çka bëjmë më së miri? Na, qëre, na jena detyrën e rëndisë e kryna mirë, do më jena rekuizit e mirë, na jena si mobilet, ku dush vendasna, do më na jena ata zbukurusit e hapsira, na si shqiptar, ku dush jetë, na dash jetë në kafe, dash jetë në restorant, dash në deti, dash në dhëmë të nes, dash në dhëmë tjetës, na e zbukurojmë bre, ku tjetë, ne me në aloq ashtu, vish për me thonë qëra, përshe, e zbukuroj vendin këtu. A s'ki nevoj ma tje për neve li. Do më thonë a jena si suvenir i kësoj bote, apo? Suvenira jena na, për zhvete suvenir. Ku du shënë na, vish li jena për që në kolon, me qilu me krejt, në kolon, bojna disponim, dalim për veturës, i këshyrim qa ka ndodhe, shojna muzika. Kena populli lumë dur definitivisht, edhe pse na ka njerë menojna ndryshe, kur për ishe tjertë. Për dina sot lumë të rjena. E shë vetës familjen. Me pos bosha, kur ta qetë një shqiptar, më ma mirë për këtë pëmëve shqiptari del. Po, pra. Ta kishë sigur, qëto. Po, pra. Na jena, valloj, s'ka me neve, pasha zote. Që, po më vjerë shumë mirë që e the. Po, e kena edhe, e ki edhe atë përgjigjen tjetër te. Po, okej. Kjo kënë zemje. Hajde ato tjetërën, po. Po tash, po tash që dhe ore dhja e dirim për shka ka funcionin. Adish. Po, hajde, thuma, direkt. Qëre, e kom thoni që njëherë, e kom thonë, ma elastik si nas ka, ma të përshtashme, ma adaptiv. Do moj aftullofëm krejt botës. Gjermant i blem më asere, me bom një rutemen, jetë të full për profesion diçka, me bom i donë diçka tjetër, që për dione, këta mesin, më asere, këta i blokon total, ju blokot truni. Do moj jena shumë zëtë për përshtashmeri. Po unë për të më njësë për vetë vetës, unë për veti, jam mas maj mirë jam këtë aspekt që jam në ryshe. Jam në ryshe, edhe jam në shëksuar, më shkort. Qka me thonë të thëmë? Unë të përqafit falenderej që na kjo thire pas një pas ditët mrekullueshme. Respekt. Jam mënu me majtë frondin edhe kërësin i koktu, e kalon një bukë. Ja, mirë. Faleminderit e di që do më thonë s'na len. Po shkojna dhe në albi shpejt dhe tani po ktheju me telefonatat. Juve që jeni në këto momente duke ndjek Glam Radion edhe Koa Vizionin, përveç të në 2 mundësive e keni edhe YouTube-in, Glam Radio 86, aty ku mund të na bëhet drejt për drejt, pas orës 18 po krejt ata. Për ndryshe pas orës 18 mundeni me pa edhe emisionin e plot për juve që ju ka ik diçka për me pa pse jo. Jemi edhe në glamradio.fm në koa.net. Por unë edhe njerë pjuri kujtoj çmimet e Petrol Kompanis në Çaklavic, në të dy anët e rrugës benzina dhe dizeli për vetëm 1.12 për litër. Në Ajvali e keni benzinën 1.13, dizelin 1.12 për litër. Mos harroni me u bë pjesë e lojës për blyse, për juve që shpenzoni më shumë se 10 euro derivate, kuponin e futni aty dhe bëni pjesë e lojës për blyse për me i marrë informatat mi bash probleme tek Petrol Company në rrjetet sociale. Që telefonata jo po Viber fion. Hajde, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon?
Gjysha oje. Hajde gjyshe, që ti ku je? Në mërë mirë se vini me se vini. Mos e bëni të madhe çështë, mos e bëni të madhe çështë. Ti në munike, do mi ropi shmën që shkove. Mos e bëni të madhe çështë. Ja është urime në gjyra, që pas të mora mirë. Po çfarë ngjyre more ti as, peshet vish majica ose kuqe. Majica e kuqes. Unë ngjyrë. Ku na e kena mungu? Ka tema ti që ka qenë moderatori. Obita? Obi asë në ka disha jemi. Albion Mohaxhiri. Albioni, më fasi se kom ditë. Edhe ai ka pos temat e mira edhe shumë përshtatshme për mua. Më vjen mirë. Gjyshe. Nëse kime shku ti këtë jeton ku jeton gjyshe? Po harroj. Unë jetoj në Komunë 5. Okej, deshta mi thon krejtve që kanë me udhëtu gjatë këtyre ditëve, mos lodhen me marr SIM kartele, aplikacione bla 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 me IPCO për shembull, kushdo që është me IPCO, veç e thirr yll 345 yll 3 thurje edhe ka me bas internet, super internet domethënë, kudo që shkon nëpër Evropë, nëpër rajon edhe plus në Amerikë kanë oferta, kështu që hynin IPCO edhe shikoni krejt ofertat. Gjyshe, për ndryshe çka mendon ti që na e bojna mas mirti? Ose gjyshja aje çka bën mas mirti? Na e bojmë mas mirë, normal që e bojmë mas mirë me këpritjen. Okej. Po, me këpritjen edhe bojmë kem dorimin. Kush o dorime? Edhe pushimet, normal. Unë për vete e kam pushimi, kur vjet pushimi jem, vjetuar, se jo këto që në ka 2-3 ditë, po. Unë që ato e kam pushimin tem mas mirë e shfrytëzoj maksimum në plazhin e vogël të Qinit. Dhe nuotin, edhe ajo është më e mira për mua me familje. Normal që me këtë familje njësë, me këtë familje shkojmë kështu në tranzit shqitojnë. Super. Edhe kemi shumë të mira, kemi këshilla, jem këshilltare. Unë jem një farë këshilltarje. Jo, thashu në fillim, krejt jena këshilltare dhe krejt ja gjena ma lirë dikuj nga diçka që ka pas nevojë. Po, këshilltare, jem një asushna, 3 herë menoj, 1 herë flasë, duke qesë fjallën e fundit porë. Bravo, gjyshem. Shumë, po. Falenderoj shumë edhe e pash një super fundjavë, gjyshem. Erna. Tash e pash një super fundjavë. Edhe shihemi të hënën, Edhe ju. Tong gjyshe. Faleminderit gjithat mira, se lista është gjatë, po me anis me ashtu stryt, lista kor. Çka bojna na mas mirti, çka bën mas mirti? Na i bojna mas mirti, na i bojna mas una? Po. Moj fion. Unë ti. Gjithçka më bojna mas mirti. Gjithçka bojna mas mirti. Domethënë, çato ja gjojna ma lirë krejtve. Ndëgjoni, nëse donim ju gjetë mas lirti mobilet edhe më të mirat. Po, mos harroni me shku te Enza Home në Çagllavic, ka zbritje atje në mobilet e mrekullueshme tek Enza Home. Në kilometrin e 6 drejtim të Ferizajt nga Prishtina mundeni me shku, aty e gjeni edhe atash bedding për juve që doni me pa edhe ata dyshek të mrekullueshëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, përshëndetje Batirësia, si kalon? Mire, përshëndetje dhe kolegën e ju që ju ka zavendësue. Faleminderit, në emën tina dhe në emën... Bleni na i sen, masi me falenderoni që ka që. Se për detyre kena njëri tjetër me... Bo një farë reklacioni, po jo vallaj hupi thirësit shumë. Ndëgjëm, na e kena për detyrë me ndihmu njëri tjetrit. Kështu që, po, ona ti, aj mu, Fiona, këtina, qështu shkojna, këto farë punsh. Hajde tregona Batir, ne e bëjmë më së miri 3 pika që duhen të bushën nga ti. Koha fillon tani. Vallaj, kisha pas qef me i bo krejt njerëzit sikur që janë vetë pozitiv. Jo, do më thonë, ti e bën mas mirë ti e pozitivitet, apo? Krejt njerëzit me i bo pozitiv. Ja, problem është kështë. Vallaj. A Fion? Jo, çfarë ku thon gjithë si Batiri njën 1 milion. Njën heq. Do më thonë pozitivitetin e kiti pjesën më të mirë të anën. E për veti kam bas shumëti poj kom qef me këqyrë muzik më knaq tjerat jam i lirë për gjdo sen s'kam kur për obligimi munohen as do kuj me i një muë me këshilluë. Në mojsh, po. Mos, vesh mos falja, të në ndim është edhe ajo. Edhe ajo ndim. Bater, faleminderit që na ke thirr. Po gjithat mirat
Faleminderit shumë. Ciao, kalofsh mirë. Ka duam mirë pushim. Faleminderit shumë. Por çfarë është ky? Jo, kjo është fillimi batere. Jashtë muaj më ke kuptuar se më mendu diçka ndryshe, po për Batirin, domethënë, është ndër të vetmit dëgjues edhe shikues që e kupton konceptin e këtij emisioni, kështu po e them. Po është i fillimit. Edhe kupton, domethënë, çka do të shëbot në ndryshim gjithmonë ka atë, domethënë shumë i sinqert edhe shumë i vëmendshëm në ndryshimet e emisionit. E tha, domethënë, për zëvendësimin, tha, e di që e keni qef me shëtit e keni anej, po tha, po mundi me hub dëgjues. Po, jo, shumë i mirë kjo. Domethënë, sa detajist është. Shumë i mirë, unë thash hajt janë ndroj temën, po jo. Amo ai e din që prap se prap. Çfarë tash kur ndërtohet një emision, ndërtohet mbi 2-3 persona. Po figura. Se tash mos tam ç'është. Suvenira që tha jashtë. Suvenira. Do tani normal që njerëz lidhen apo kupton? Normal. Amo Batirin vish deshta me falënderues të shpejtit të sparë me neve edhe domthon e din gjithçka që ka ndodhur këtu në emision. Amo mos mendoni që mungon edhe ju neve. Kështu, aty na harron atë punë. Ai shpesh i përmendin disa prej ndëgjuesve që na thirrin marr rollë dhe thonë çka ka ndodhur pse s'na ka thirr. Që ashtu ndodh me ta. Kom shef atë veç me na shkruaj paktën që me ditë që është gjithçka në rregull. Kur gjë më shumë, janë disa prej tyre që na shkruajnë her pas here me na treguar që në rregull, po duhet kështu me për cjell, okay, faleminderit. Po për ndryshe për juve që doni me pas stolitë mrekullueshme, sepse po tash dasmat kanë filluar fion. Dhe ka nevojë njëri për me pas me faronazën e para seksi pedente. Në Rubin, qendër të Prishtinës, në Albimall, në Ferizaj, mundesh me gjetë çfarë do lloj stoleje të mrekullueshme, edhe ato me gurçmuar diamantit. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje, Dorimi këtu. Faleminderit, Dorim apo? Lorim. Kaçat. Çatë si ofër. Lorim, tregom ti çka mendon që vojna mas mirë ti, ose ti çka bën mas mirë ti? Me pritet bën dikush gabim dhe mi thon, "A fash?" Ta e vojna mas mirë ti, me mëzis presim. Tjetër? Do thon, "Tjera rrethim." Jo, kryes s'ki çka mo. S'ki çka zgot mo. S'ki çka zgot e kryte. Thojsha. Thojsha që dikush ka me thirr. A thash që thirr dikush. Atin e vë çita. Ciao. Përshëndesim, faleminderit shumë. E kena. Me gjet ma lirë. Atin, ai urzohet një. Me jep prej këshill, domethënë, kështu pi autit pa ta lyp kërkosheq. Po. Vend e pa vend. Na i këshillë e mirë është e mirë se ardhur kanë njerë, po je që thati kanë njerë më mirë heshtja shumë këshillë e mirë. Po, qysh sa. Në disa raste, kur është personi në stres, në presion, domethënë janisti aty më jep këshilla me ushit i mëshëm, që aty domethënë momentet më kritike. Tani kur të vjen i thonë a thash? Po s'm the. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet, okay? Anonimi. Ku je Orhan? Tani po thojnë Roni kështu, Roni atë. Çka ka lidhje le thojnë më, ashtu kështu thojnë. Që tona thomi mas mirë, i bëjmë galet e hagëve. Na mas mirë i bëjmë galet e tjerëve, apo? Ashtu, po. A është keq a mirë kjo? Po me që thojmë i rrit. Po a është keq a mirë, se është ka njerë mirë është mja bëjt, do më thonë dertin fionës qa po diune për një problem, më mundu mi ndimu, po ka njerë do derte që s'ka nevoj që ato që mi mojnë se kuptaj. Ka njerë mirë se reflekton njeri. Edhe mësën diçka aty. Edhe mësën diçka. Prej gojleve të tjerëve, a? O, i je gojle tua, thuj, Fiona ka gojle ma të moja sën për të mijat, pas që po manim bile. Qishtu, je përshëndes një vikend mirë. Kalofsh mirë pas një pas dite. Krasimi. Me përvarësis me vënes, po s'mujta mjë thirrje. Faleminderit. S'ka lidhje, më stanin. Po mundu me marr edhe një telefonat fundit nashta edhe për çfarë kena kohë, po për ndryshe për juve që jeni të dalë për fitnessit ose jeni të shku në fitness, më sarani munal të protein line i Zotit. Në se cilin market e keni aty protein line me 27 gram protein, pak si shtesa artificiale. Po, ka shumë linjat se më dhe tjera, po është vetëm atë Zotit që nuk ka gluten, nuk ka laktoz, nuk ka sheqer të shtuar, domethënë është ideale edhe për ata që kanë pa shtesa artificiale. Era çokoladës lidhje me çokoladë s'ka. Allo. Allo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Naseri. Hajde Naser. Tregom çka mendon që vojna mas mirë ti Naser. Ne bëjmë mas mirë se jemi njerëz human. Okej, tjetër? Se e tha dikush më herët si përgjigje.
Tjetër çka mendon? Ose ti për vete personalisht çka bën mas mirë ti? Unë për vete mas mirë ti bëj këtë kritikoj kur e shoh që jam pa drejtas, ja fëmijë me sy. Diçi na është e ndodh, po e bëj më të mirën që më përmirësuaj personin, mos e bëj gabime. Okej, po mendon që gjithmonë ke drejt? Po, thjesht e jap mendimin tënd. Unë kritikoj njërin ai që s'është në rrugë drejt, jo që ai në rrugë drejt, ai që nuk është në rrugë drejt. Po që aty e problemi se qysh e vlerësojmë na, a është dikush as është në rrugë drejt. Me çfarë Po me di qysh e ka rrugën ai. Me çfarë kompetence, po menojnë që tjetër është gabim e na jena mirë, që aty është këta problemi që lindin konflikte tani. A që për shembull e bëj më mirë që për kë, që jam duke i kritikuar për shembull deputetët e Kosovës në këto rrugë drejt. Baj çe ku çe do me prish fund levrën asë. Edhe mos vaj gora vajle. Nëse e bëj më të mirë nëse një njeri e pështon mos me hin gabime. Okej. Faleminderit Naser, të përshëndesim shumë. Edhe në gjashtë. Hajde të përshëndes shumë. Alo, përshëndetje. Po të lëmë fol. Alo. Alo. Mirë. Alo. Aha. Se më e nalja. Ti e do i rrugove. Se më e nalja ti a di që thash hajde marr telefonatën e fundit tonë, edhe s'laj me marr telefonatën e fundit. Faleminderit secilit prej juve për telefonatat, për mesazhet, pjesën e dytë pas orës 17 Glam Radio, glamradio.fm për juve që jeni jashtë mund të na ndjek. Jo, mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë dhe me kanë më të mirë në botë për këtë punë, për më jep shumë dashni. Deri tanën paqit plot shëndet. E çto se tha kurkush që e bojna mas mirë ti me jap dashni. Ma lan mu. Jemi populli ma i ngrohtë që muj me thonë, nëse ka edhe tjerë, po do të thonë ka Ballkani, ka Evropa, jemi ekstrem të ngrohtë edhe shumë friendly jena, shumë të shoqënushëm. Vazhdoni me qëndru me neve se në pjesën e dytë kena me dhuru edhe disa bileta për super premierën që ka me konë sot në Sinestar, është filmi i The Weekend. Kështu që mundohuni me na ndjek në pjesën e dytë, jena bashkë deri në orën 18, për ndryshe përqafoj shumë shihemi të hanën.